Ka vijuar në territorin e qarkut të Shkodrës operacioni policor i koduar Koordinata për parandalimin dhe goditjen e tentativave të kultivimit të bimëve narkotike. Drejtoria vendore e Policisë së Shkodrës dhe komisariatet në varësi në kuadër të këtij operacioni kanë intensifikuar kontrollet në të gjithë territorin me qëllim parandalimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie, ku bazuar në inteligjencën policore dhe monitorimin nga ajri me dron dhe toka me patrulla këmbësore, janë lokalizuar dhe asgjësuar 12.203 bime fidan të dyshuar kanabis sativa. Në njësinë administrative të Pultit të Bashkisë së Shkodrës, policia gjeti dhe asgjësoi 455 bimë, ndërsa për këtë rast procedoi në gjendje të lirë inxhinierin e pyjeve, shtetësi me inicialet AM për shpërdorim detyre dhe moskallësim krimi. Në Temal të Bashkisë Vaudejës u gjetën dhe asgjësuan 11.748 bimë, ku u procedua për këtë rast kryeplaku i fshatit Kloxhen, shtetësi me inicialet XG për shpërdorim detyre, 2 vërejtues pyjesh, shtetasit PSH dhe FG po për shpërdorim detyre. Nga ana e policisë vjen puna për identifikimin, kapjen dhe ndjekjen penale të autorëve të këtyre rasteve, pasi ashtu si edhe në raste të mëparshme të zbuluara, policia ka arritur të gjejë dhe të asgjësojë lëndën narkotike, por jo kultivuesit. Në njoftimin e saj përshtyp policia e shtetit thekson se mbetet e vendosur në luftën kundër kultivimit të drogës në çdo zonë të vendit.